Ju kujtohet Paloma? Shihni si duket ajo pas 18 vitesh. Kanë kaluar mbi 18 vite që është transmetuar telenovela Kur të jesh e imja, një serial që ka bërë për vete gjithë publikun shqiptar në vitin 2002. Silvia Navarro është aktoria që spikati në rolin e Palomës, një vajzë kryeneçe, por me zemër të madhe e shpirt të bardhë. Janë të pakta ata që kanë haruar Palomën dhe të gjithë janë kurioz të dinë si duket ajo pas 18 vitesh. Tani ajo është 41 vjeç dhe kohët e fundit është shfaqur në një film në Netflix Dad Wanted. Më poshtë janë disa foto ku tregojnë si duket aktoria e famshme pas kaq shumë vitesh.